Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Përplasja mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në Strasburg pengoi miratimin me konsensus të rekomandimeve në mbështetje të anëtarësimit të Shqipërisë në BE. Opozita votoi kundër, duke akuzuar mazhorancën për rrëzimin e amendamenteve të saj, ndërsa Partia Socialiste cilësoi votën e PD-s si qëndrim kundër integrimit evropian. Protesta që vijon prej mbi një muaj në Tiranë, policia thotë se ka identifikuar mbi 10.000 llogari të dyshuara për komente dhe vlerësime negative ndaj bizneseve turistike, ndërsa po verifikohen edhe shumë profile të tjera që sipas autoriteteve kanë dëmtuar ekonominë dhe imazhin e vendit. Krye polici Skënder Hita. Vazhduar në identifikimin e të gjithë profileve që janë përdorur në goditjen e këtij sulmi kibernetik, ku deri aktualisht kemi evidentuar edhe 150 persona ose subjekte kryesor që kanë përdorur rrjetet e tyre sociale të rregullta, jo fake, dhe ndaj tyre do vazhdojë hetimi dhe përgjegjësia penale. Kurse ndaj personave që kanë përdorur në rrjetet sociale atë indikatorin fake që nuk njihen, vazhdon puna për identifikimin. Kryeministri Edi Rama thotë se është gati të dialogojë me protestuesit e sinqert, por jo ata që po e përdorin bulevardin për qëllime politike. Në një intervistë për Corriere della Sera, shefi i qeverisë deklaroi se dorëheqja nuk i jepet pas ultimatumeve me megafon, por nga institucionet dhe qytetarët përmes votës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë se ka ndaluar në kufi 3 deputet të koalicionit shqiptar vlen në Maqedoninë e Veriut, duke cilësuar këtë një skandal të paprecedent. Akti bllokimit deputetëve të koalicionit vlen është një akt që shkelmon marrëveshjet midis Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut, por dhe marrëveshjet ndërkombëtare, mbasi këta ishin me pasaporta diplomatike. Të tre, Edi Rama përpiqet pas këtij skandali të fshihet, sepse ky është një gest tjetër, një damk tjetër që ai merr jo vetëm në rajon, por në Europë dhe në mbar botën. Për çështjen e 3 deputetëve të koalicionit vlen reagoi ministra e Shtetit Adea Pyrdeni, e cila tha se ngjarja nuk ka lidhje me protestën. Nuk mundet dhe nuk ka si të jetë e lidhur çfarëdo lloj reagimi dhe çfarëdo lloj veprimi që autoritetet shqiptare ndërmarrin ndaj çdo personi që dëshiron të marrë pjesë në një protestë. Dhe besoj që tregues i pjekurisë të demokracisë në Shqipëri që do duhet garantohet një herësh, jo vetëm sikur se është garantuar, liria për të shprehur, për të protestuar dhe nga ana tjetër vazhdimësia e institucioneve dhe ritmi i reformave, po gjithashtu dhe është dëshmuar dhe gatishmëria për dëgjuar. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Krim tronditës në Shkodër, një 62 vjeçar vrau me armë gjahu bashkëshorten. Ngjarja ndodhi rreth orës 13:30 në unazën lindore të qytetit verior në lagjen Mark Lula. Shtjefën Ziçi, tashmë i ndaluar, dyshohet se për motive të dobta qelloi me çifte gruan e tij, shtetasen Bardhe Ziçi, 55 vjeçe, duke lënë të vdekur në vend. Lajme nga rajoni. Presidenti Bajram Begaj vizitoi shqiptarët në luginën e Preshevës dhe u bëri apel institucioneve vendore që të respektojnë të drejtat dhe liritë e tyre. Të drejtat dhe liritë e shqiptarëve në luginën e Preshevës e kudo ku ata jetojnë duhet të respektohen. Shqiptarët duhet të jetojnë këtu dhe të mos diskriminohen. Kultura, vlerat, identiteti, traditat të mbrohen dhe të promovohen. Lajme nga bota. Komanda e qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se forcat amerikane goditën rreth 90 objektiva ushtarake në Iran, përfshirë sisteme të mbrojtjes ajrore, asete të mbikëqyrjes bregdetare, depo raketash dhe dronësh, kapacitete detare dhe infrastrukturë logjistike për gjatëvijës bregdetare iraniane. Në kundërpërgjigje, korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit deklaroi se kishte nisur një sulm të përbashkët me dronë dhe raketa ndaj bazave dhe objekteve ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein. Donald Trump deklaroi se Irani ka shprehur gatishmërinë për të arritur një marrëveshje vetëm pak orë pasi ushtria amerikane goditi mbi 90 objektiva ushtarake në territorin iranian. Gjatë kthimit nga samiti i NATO-s në Ankara, presidenti tha se udhëheqja iraniane kishte kontaktuar Washingtonin.
Presidenti turk Erdogan zgjodhi një dhuratë të pazakontë për liderët e NATO-s në përfundim të samitit në Ankara nga një revolver të personalizuar me emrin e secilit me mekanizëm me veprim të dyfisht. Arma është ndërtuar prej çelikut të fargëtuar. Kryeministri Starmer tha se u detyrua ta linte në Ankara pasi ligjet e rrepta britanike nuk lejojnë revolver në avionin qeveritar. Kina ka testuar së fundmi një raketë balistike ndërkontinentale duke rritur shqetësimet në rajon. Raketa me rrezet të gjatë veprimi mbriti pranë Polinezisë franceze, ndërsa analistët thonë se Pekini po sfidon sigurinë paqësor të dominuar prej dekadash nga SBA. Sport. Faza çerek finale e botrorit hapet sot me duelin Francë-Marok në orën 22 dhe do të transmetohet në digital. Kjo fazë pritet të dhurojë më shumë spektakël, ndërsa asnjë rezultat nuk mund të merret i mirëqen. Parashikimi i motit. Sot vendi ynë është në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme. Sipas parashikimit, në orët e pasdites ka zhvillim të vranësirave, kryesisht përgjatë zonave malore. Në këto zona vranësirat shoqërohen me rreshje lokale shiu me intensitet të ulët. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ersilda Dopo. Unë jam Ervin Nikola. Kjo është Top Albania Radio.